Diaspora shqiptare, mish i huaj në tokën e vet. Në kthetrat e historisë, kur një popull e la dheun për të kërkuar një të ardhme më të mirë, ai mbart me vete një plagë të thellë, një dhimbje që nuk shërohet kurrë. Por çfarë ndodh kur ky popull harron se nga erdhi dhe lavdëron pikërisht ata që e shtypën, e përzun dhe e lan pa frymë në atë? Është tragjedi më e madhe e kombit ton, diaspora shqiptare, e cila sot qëndron si mish i huaj në tokën e vet, duke përqafuar kriminalët që e shpronësuan. Mitingjet e Turpit, teatrot e Ramës dhe Berishës në Evropë. Nuk ka asgjë më shkatëruese se të shohësh njerëz që u detyruan të largohen nga Shqipëria për shkak të korrupsionit, varfërisë dhe mungesës së çdo perspektive, duke i dhënë mikrofonin pikërisht atij regjimi që i dëboi. Edi Rama, kryeministri që e shiti shtetin cop, që e bëri Shqipërinë treg të skleverëve të drogës, që e ka rënuar arsimin dhe shëndetësinë, sot ecën nëpër qytetet europiane dhe pret lavdërime nga ata që ai vet i la të mirë. Ku është kujtesa, dia? Ku është krenaria? Ata që u larguan me lodh në sy, që i rahën valet e detit për të shpëtuar nga një sistem i prishur, sot qëndrojnë përpara tij si besnik të verbër. Ata që vuajtën nëpër rrugët e huaja, që punuan orë të gjata për një copë bukë, që u shqetësuan për familjet e tyre të lëna në Shqipëri pa shpresë, sot i japin duart atyre që e a bën jetën e tyre një ferë. Diaspora që harron, një betejë e humbur. Diaspora shqiptare duhet të jetë zëri i atyre që nuk dëgjohen, jo përkrahase e atyre që i shtypin. Por, për fat të keq, shumë prej saj kanë harruar se çfarë i bëri ky sistem. A keni harruar se si u larguat me dhimbje? A keni harruar shtëpitë e shitura për të paguar trafikantët? A keni harruar fëmijët që nuk i pat të rriten prej vitesh të tëra sepse s'kishit leje të ktheheshit? Nëse po, atëherë jeni pjesë e problemit. Një thirrje për vetdije. Është koha që diaspora të zgjohet. Nuk mund të jesh mish i huaj në tokën tënde dhe në të njëjtën kohë të përqafosh armikun. Nuk mund të kërkosh të drejta në Evropë kur në Shqipëri i ke braktisur të drejtat e tua më themelore. Nëse vërtet e doni Shqipërinë, mos i jepni fuqi atyre që e shkatëruan. Për një Shqipëri të lirë, për një të ardhmë.